Flamurtarët i u desh të priste 9 javë për të marrë fitoren e parë dhe këtë e morin ndaj kryesuesve të Vllaznisë. Jemi në transmetim të drejt për drejt me super gol. Pas kësaj ndeshje do të jemi në një emision me shumë ritëm, sepse do të kemi shumë pak kohë në dispozicion. Në orën 19:30 do të startojnë 2 sfidat e fundit të javës së 9 të Abisnet Superiore, ajo midis Dinamos dhe Partizanit dhe Tiranës dhe Elbasanit. Jam me Ardi Behari dhe me Arben Milori, përshëndetje. Ndërkohë shohim edhe tabelën e plotësuar edhe me këtë rezultat. Flamurtari Vllaznia 1-0, ishte një gol i kthyer, më saktë një penalti e kthyer në gol nga Herald Marku. Vllaznia mbetet në kuotën e 19 pikëve, ndërkohë që Flamurtari shkon në kuotën e 5 pikëve. Akoma është në një pozitë të vështirë, megjithatë është një fitore që mund t'i jap një bonus psikologjik për ndeshjet e ardhshme. Ardi, në pritje për t'u lidhur edhe me kolegun Kevin Sula nga stadiumi Flamurtari, më në fund Jo vetëm ashtu, po ashtu si që mësua në fakt Vlora, si që i takon Vlorës në fakt të bëj këtë fitoren dhe që të letemi t'jap bukuri kampionatit, jo vetëm t'i shërbej vetes, po dhe t'jap bukuri për të rritur rivalitetin në kryet të tabelës klasifikimit. Dhe një fitore që erdi që u kërkua dhe u morë. Pse e them këtë? Sepse erdi ishte një ndeshje zgjuar, me një ritëm nën mesatar, në fakt, që për syrin e publikut nuk ishte shumë i kënaqshme, ti përshtatej ambientit ku po zhvilloj, por ishte një ndeshje e ndërtuar mirë dhe zgjuar, për faktin se Flamurtari kishte një manovër të alternuar sulmuese, duke e filluar lojën me pasime direkt nga portieri, për të hequr rreziku nga ndërtimi nga poshtë, rrezik që e ka ndëshkuar jo pak herë, dhe pasi loja kapi ritmin e saj, filloi që të bënte edhe ndërtimin e lojës nga poshtë. E zgjuar dhe në aspektin mbrojtës, sepse zgjodhi që të ishte një skuadër e shkurtër, agresive, një skuadër e bazuar në markimet 1-1, sidomos në zonat e mezit fushës dhe në pikat kryesore të Vllaznisë, të cilat janë si 2 lojtarët ansor, ashtu edhe Kallaku dhe Malaj kur vinte në zbritje. Të 4 këta lojtarë të manovrës sulmuese, përfshi dhe Balen, ishin të markuar në markim personal. Ishe ndeshje zgjuar për Flamurtarin e për faktin e zgjedhjeve që bëri për fillimin e lojës. Diawara dhe Nunes, në pozicionet ku u aktivizuan, i dhanë tjetër ritëm lojës dhe ajo çështmë kryesorja atë që kërkonte kjo ndeshje, muskuit, i dhanë rigorozitetin në fazën mbrojtëse, fitimin e dueleve defensive. Ishte ndeshje zgjuar sepse shkoi deri në fund të saj me rezultatin 1-0 dhe gjithë skuadra pasaj e mbrojti me fanatizëm, e gjitha në zonë të 16 me 11 lojtarë në zonë të 16 metrëshit, duke vuajtur dhe në fundit e merituan këtë 3 pikëshe. Milori, Vllaznia pse nuk bëri dot të mirë sot? Ishte efekti Flamurtari, pra ka filluar të duket një efekt Moriero tek Flamurtari? Shiko, për ishtë vërtetës me ardhen e Morieros, mua Flamurtari më ka pëlqyer. Ka luajtur mirë me Partizanin, një ndeshje e dominuar nga Flamurtari faktikisht. Natyrisht luajti mirë në transfert edhe me Teudën e Durrësit. Gjithsesi nuk i ka munguar rezultati, gjë të cilën e arriti sot me shumë... Edhe me 0 gol mbrapa. Me 0 gol mbrapa. Një super sulmi si që ka... Pikërisht, aq më tepër që Vllaznia ka një sulm shumë efikas këtë vit, ka shnuar shumë gola, po jo vetëm se ka shnuar, po dhe manovra e Vllaznisë ka qenë goxha interesante dhe ka çuar te goli, patjetër. Kështu që fitoria e Flamurtarit merr vlerë të dy fishta sot, si në aspektin taktik, sepse ka mundur kryesuesen me statistika të frikshme, do thoya unë, në fazën e sulmit, për sa i përket kampionatit shqiptar, por dhe në aspektin e 3 pikëshit, që kishte shumë domosdoshëm sot, madje do thoya unë etik, se nëse nuk do merrte një 3 pikë sot, do ishte situata shumë e vështirë, nga ana aq më tepër kundër Vllaznisë, domethënë merr 2 fish vlerë. Në aspektin e derbit, sepse ky është derbi, një nga derbet më të rëndësishëm të Shqipërisë, i referohemi viteve 90. Është i dyti Beni që thotë se... Jo, është e vërtet kjo. Dhe na ka dhuruar, unë e mbaj mend, na ka dhuruar ndeshjet jashtëzakonshme. Vllaznia ka pas super ekip, Flamurtari super ekip. Po patjetër. Bëheshin ndeshje të bukura sepse ishin 2 ekipe që luanin shumë bukur futboll. Dhe mua më vjen keq që nuk jemi në ato nivele sot. Jo, përgjithsisht nuk jemi në ato nivele sot. Sot mungoj futbolli që këto 2 klubet e kanë pasur në traditën e tyre të prodhojnë. Pikërisht. Por situata, sidomos e Flamurtarit, e detyronte mos të mendonte në gjykimin tim Moriero, nëse ka pasur ndonjë defekt në këto ndeshje të kaluara, është vërtet ajo që thoni ju që ka impakt tjetër dhe ka ndryshuar. Po ka pasur një defekt për faktin që
ka kërkuar të prodhoj futbol të bukur, aty që është bërë më përpara. Po kjo është edhe para ndeshje që Vllaznia nuk ka shënuar në këtë kampionat. Një statistikë që na ndihmon kolegu Jaga. Për shkak të strategjisë së Morieros në fazën mbrojtëse themun. Unë mendoj kështu. Okej. Me sa duket jemi gati, shkojmë menjëherë në Vlorë me kolegun Kevin Sula dhe me trajnerin e Vllaznisë Edi Martini. Përshëndetje. Profesor, pas një seri e rezultate shumë pozitive, vjen sigurisht kjo humbje sot që ndoshta edhe nuk ka vend për dram, por çfarë nuk pëlqeu sot tek skuadra, çfarë u bë gabim që erdhi ky rezultat? Unë them na ndikoi më tepër gjendja fizike. Thash 6 mungesa për ekipin janë shumë. Këta lojtarë kanë luajtur kohën, ndeshja fundit me 10 vet për 50 minuta, lollja u nni, nuk ishim fresh, nuk ishim qartë. Normalisht janë edhe lojtarë këtu që mungojnë. Kishim mundësi edhe ne të shënonim, kishim rastet tona, sikur të shënonim do kishim folë ndryshe, por kjo e futbolli, humë me 3 pikë që më vjen keq sepse si u paraqit loja, jo se luajtë me më mirë se flamurtore, ne kishim rastet tona do të tynet, po unë them që rezultati më i drejtë do të ishte barazimi. Studio. Ardi Beari. Përshëndetje Edi, sigurisht që e ndaj me ju këtë mendimin e mungesës së freskisë, sepse dukej me sy të lirë, nuk ishte ajo Vllaznia, është dërvjedhët sidomos në rinisje dhe është e justifikueshme, le të themi kështu. Por unë dua të pyes, a ju a bëri më të vështirë flamurtari strategjia e tyre në fazën mbrojtëse për markimin 1-1 të lojtarëve, duke pasur parasysh që ata përdorën edhe në një lojtar të freskët, jo një, po 3 apo 4 lojtarë të freskët? Ardi, po, është vërtet kjo që thu ti, po ta keni po edhe qerekoshin e pjesë të parë të fundit ne kemi kthy 4-3-3 disa herë, si në pjesë parë ashtu edhe në pjesë dytë. Normalisht që unë e njihsha mënyrën se si Morier lunë, sepse ka luajtur Laçi një futboll të tillë, ishim përgatitur edhe ne ta bënim një gjë të tillë. Po thash ajo që ishte determinante sa ishte freskia fizike, ishin më të freskë se na, kishin ngrinë më tepër se na, kishin shumë topa në fushë, gjë që ishte shumë e bukur, më pëlqej, sepse mendova që kanë topa pak, po kishin shumë bravo, super traditë flamurtore. Jo, duhet të justifikosh edhe ti për shkakun ku ndodhen, Edi, janë me 2 pikë edhe ndoshta e pa justifikueshme është, sepse po luan në Vlorë dhe nuk diskutohet që është e pa diskutueshme. Ardi, unë dhe më thonë e vlerësoj Vlorën dhe flamurtarin maksimalisht. Mas shënimit golit, 20 minuta, nuk ka pas lojë efektive fare, 4 topa, 5 topa në fush. Dhe më thonë, ishte urëzoshin lojtarë të fush, unë e kuptoj dashnin për me marrë 3 pikë, po pikët nuk merren duke hell topa në fush, duke ushtri, u bëha shumë pak lojë efektive pjesa e dytë. Megjithatë, i uroj sukses Vlorës. Ben Milori. Mi mbrëma Ed, s'ka problem edhe pse unë me këtë ndeshje vazhdon të jesh në krye të klasifikimit, edhe çfarë ke bërë deri tani është për t'u komplimentuar faktikisht, sepse prodhoni futboll ofensiv, futboll të bukur. Gjithsesi sot ai mungoi. Përveç faktit le të themi pjesës fizike që sapo e thet mungesave, ç'a nuk funksionoi, se gjithsesi një ekip si Vllaznia i kompletuar që ndoshta ka ata 11-12 lojtarë të bazë, po dhe ata që vinë nga stoli, juve stërvitin një lloj, disa automatizma janë aty brenda, ç'a nuk funksionoi te fluiditeti i lojës tuaj, përveç kësaj që sapo the. Meni, në qoftë se flamurtari bani, domethënë kishte lojtarë të freskë në lojë, bani edhe zëvendësime. Unë thash kisha 6 lojtarë mongo, gjë që edhe djem që i futa, Murataj për shembull, s'ka bërë stërvitje, ishte krejt pak, edhe 5 mungesa tjera, normalisht që ndikojnë te freskia, unë ja vetë theksin freskisë, gjë do të ishim më të kthehtë, më të freskët, mund të shënoheshim, mund të ishim më lirshëm, normalisht që thash, unë jave lodhjes lojtarëve që bani në ndeshjen tjetër me Tiranin, sigurisht mungesave që ne janë bë shumë dhe na pengojnë shumë, qoftë freskinë fizike, qoftë edhe mënyrën se si lotin, se po të shifni, Bismarku na ban punë shumë, Çato, Drosi, apo 2 lojtarë që kishim me kartela, janë shumë për një ekip, aq më tepër thash kur këto lojtarë luajnë për 50 minuta në ndeshjen e fundit. Kjo është shkaku, nuk ka asnjë shkak tjetër, edhe kështu si ishim mund ta barazoshim, megjithatë futbolli është ky. Mirë Martinit, falenderoj shumë edhe shumë suksese në vazhdim. Ne do të themi sërish në stadiumin flamurtare, do të jemi me trajnerin Morier, ndërkohë që lojtari i ndeshjes është përzgjedhur Trashi, Ardi. Lorenz Trashi. Po,
edhe meriton, në fakt, edhe pse sot manovra e flamurtarit në kraun e majt, them sulmuse, nuk kishtë ndryshuar, nuk ishte trashi që e bëndet gjithë linjën, po e ndante dhe krionte dënësi edhe me Diavaran në kraun e majt. Edhe unë e shikoj gjithmonë, pavarësisht asaj luatje si patin ndeshjen e kaluar të momenti autogolit, po e shikoj një lider të pat diskutueshëm të skuadrës, lider që imponohet me cilësi. Dhe jo më kotë edhe në këtë ndeshje ka qenë një nga lojtarët me rendiment. Kthehemi edhe një herë me trajnerin e flamurtarit tashmë, Moriero, përshëndetje dhe shumë urime për këtë fitore të parë. Mister, shumë urime edhe nga studio për këtë fitore të parë, që ishte vërtet shumë e rëndësishme. Pyetja ime është, a ke ndjesinë, a ndjen që kjo është ai fitore që e ndryshon tashmë ambientin, duke qenë se mundet dhe vendin e parë në klasifikim? Mister, complimenti per la vittoria. Lo senti che in fondo Flamurtari ha vinto, lo senti che adesso ti cambierà la stagione, che hai battuto il primo posto? Sì, il primo posto? Hai battuto il primo posto? Ah sì, no, è stata una partita giocata a viso aperto. Ka qenë ndeshje përballë e luftuar përballë Vllaznis. Abbiamo vinto contro una squadra forte. Fituam kundra një ekipi të fortë. Faccio complimenti a loro perché hanno fatto veramente una bella partita. I bëj komplimente Vllaznis se bën një lojë shumë të mirë. Oggi noi siamo cresciuti tanto. Ne sot u rritëm shumë, Abbiamo messo il cuore, vendosëm zemrën, abbiamo fatto la partita perfetta, bëm ndeshjen perfekte ma soprattutto lo spirito dhe sidomos shpirti që është shpirti i dur. piano piano stiamo crescendo, Avash po rritemi, dobbiamo rimanere con i piedi per terra duhet të qëndrojmë me këmbët në tokë e lavorare. dhe të punojmë. Studio! Ardi Behari, sa më shkurt të lutë. Përshëndetje dhe urime për fitoren. Unë dua thjesht përveç komplimenteve për fitoren dhe interpretimit dua të pyes thjesht. Arsyeja e zgjedhjes së fillimit të ndeshjes së Nunes dhe të Diavaras, pra ishin arsye se shërbenin muskujt në këtë ndeshje dhe ishin të freskët, dhe strategjia për të markuar 1-1 pothuajse në të gjithë fushën, sidomos në zonën e mes fushës. La domanda è, questa volta hai messo Diavara e Nunes, tipo, ti servivano i muscoli e dopo in tutto il campo hai giocato 1-1, perché questa mossa? Perché sto cercando di trovare un equilibrio nella squadra. Se po mundojmë që të gjejmë një ekuilibër në ekip Quindi mi servivano quei giocatori in questa partita. dhe më duheshin këta lloj lojtarësh në këtë ndeshje. È andata bene Vajti mirë, perché non sempre si fanno le scelte giuste, se jo gjithmonë bëjmë zgjedhjet e dura, però oggi sono felice perché tutti hanno risposto bene. po sot jam në lumtur se të gjithë u përgjigjen mirë. Ho cercato di aprire la loro difesa aprendo i centrocampisti. U përpoqëm që të hapim mbrojtjen e atyre duke hapur mesoshorat tanë, Cercare di servire le nostre 2 punti che hanno fatto un lavoro për të munduar që për të shërbyer sulmuesave tanë që bën një punë të mrekullueshme sot. Arben Milori. Mi mbrëma, urime për fitoren. Shiko, faktikisht mua flamurtari, e thash dhe pak më parë, më ka pëlqyer që me ardhjen tuaj, i keni dhënë një frym sulmues e ekipit faktikisht, me 3-4-3-shin tuaj, që vazhdon të jetë funksional. Madje sot, në krahasim me 2 ndeshjet e kaluara, nuk ka qenë aq i bukur për tu parë. Do vazhdoni të besoni 3-4-3-shin si sistem loje, apo mendoni ndryshoni diçka? Di nuovo cercherai di creare il gioco 3-4-3, vuoi cambiare? Oggi abbiamo cambiato. Sot ndryshuam, nuk lozëm 3-4-3. Come vi ho sempre spiegato, bisogna difendere secondo la squadra come attacca. Si ja kam shpjeguar, do të mbrojmë si sulmon ekipi kundërshtar. Cercare di mettere in difficoltà la squadra per come difende la squadra avversaria. Për të vënë në vështirësi ekipi kundërshtar se si mbron. Abbiamo giocato con i 3 centrocampisti Sot lozëm me 3 messhora qendre, perché era la partita che ce lo chiedeva. sepse ishte ndeshja që na i kërkonte. La prossima sarà diversa, Tjetra do jetë ndryshe, però devo dire che i ragazzi mi stanno seguendo. dua të them që çunat po më ndjekin, Devo fare complimenti anche a tutto lo staff. do të bëj komplimenti edhe gjithë stafit, Sono arrivato in una situazione molto difficile. sepse erdhën në një situatë shumë të vështirë. Sono contento di aver portato la prima vittoria di quest'anno. Dhe jam i lumtur që kam cilë fitoren e parë të këtij viti. Quando si mette cuore e intensità, la partita te la giochi a viso aperto. Kur vë zëmër dhe intensitet, ndeshja të përgjigjet.
Mirë, falenderojmë shumë edhe urime edhe njerë për këtë fitore dhe shumë suksese në vazhdim, sepse flamurtari duhet në form këtij kampionati. Ndërkohë do t'jemi dhe njerë të fundit me kolegun tonë Kevin Sula, sepse do t'jemi me Lorenz Trashin, lojtarin e ndeshjes, por ndërkohë nëse kemi mundësi për të pasur formacionet e dy ndeshjeve të tjera, do doja që të ecnim, sepse kemi shumë pakonit dispozicion. Atëre letë nisim me Dinamo Partizanin. Trajneri Lirdaja me skemën e tij 4-2-3-1 ka përzgjedhur këta 11 futbollist. Teshja në port, në të majtë të mbrojtjes kthehet Loran, në të djathtë Maliqi, në qendër të mbrojtjes Andre dhe Dita, në mesfush Qardaku Gudjabi, Bregu në të majtë, Nani në të djathtë, Vila në mbështetje të sulmuesit kryesor Guindo. Ky është formacioni i Dinamos. Po s'ka, vetëm kthehet... Do diskutojmë, po vetëm të shohim edhe formacionin e Partizanit. 4-3-3 për Partizanin me Qirko në port, me Atanaskoskin në të majtë dhe Marku në të djathtë, Bytyqi dhe Preka do t'jenë dy qendërmbrojtësit, Dumbia, Kote dhe Mehmeti do t'jenë 3 mesfushorët, Izgandarli në të majtë, Garcia në të djathtë në mbështetje të sulmuesit kryesor Skuka. E nisim nga Dinamo, në pritje edhe për të lidhur me Kevin Sulën. Po thosha i Gert që në pamundësi në kohë, ka vetëm një rikuperim, Loran kthehet në formacion dhe del Neziri, gjithë pjesa tjetër është Dinamo e ndeshjes kaluar, manovra ndoshta mund të ketë Karamba në mesfush? Jo, është Qardaku. Po pra, po nuk ishte. Jo, Qardaku ka qenë edhe Qardaku ka qenë. Dhe biles Qardaku... Karamba e kishtë fjallë. Atë që po thosha është që manovra me Qardaku nuk e di do të vazhdoj apo jo për shkak të kundërshtarit të ndryshëm, sepse një nga pikat fituese të këtij formacioni ndeshjen e kaluar ishte pikërisht Qardaku që nuk jepte pikë referimi. Të ndërpres pak me që jemi në fillim të mbarojmë dhe me Trashin. Kthehemi edhe njerë, përshëndetje Lorenz. Urime për këtë fitore që më në fund erdhi, por edhe për performancat e dy ndeshjeve të fundit sidomos. Shumë faleminderit, shumë faleminderit. Trashi, urime edhe nga unë, sa e vështirë ishte të vinte kjo fitore sot dhe të ruani deri në fund, sepse duk që sakrifikuat shumë gjithë. Po patjetër që një fitore shumë e vështirë, me thënë drejtën, nuk e kishim menduar ta fitoni këtë ndeshje, tregojmë sinqert, për vetë faktin që ndodhemi në këto pozita dhe duke parë ndeshjet që kemi kaluar, por që kena fol me ekipin dhe para ndeshjes dhe objektivi ishte që të mbroheshim mirë, duke parë që gjitha ndeshjet i kemi filluar disa avantazh minutat e para. Të mbroheshim mirë dhe pastaj rastet që do na dilnin para të shfrytëzohemi. Ja që kështu ndodhi, sot ka bërë ekipi një ndeshje shumë mirë. Shpresoj që të vazhdojmë në këto ritme se normalisht pozita ku ndodhemi nuk i takon flamurtarit tjetër në këtë pozitë dhe edhe vetë unë me thënë drejtën dhe shumë lojtarë tjerë nuk kemi mësuar në këto pozita gjithë karrierën time, domethënë se kam parë veten ndonjëherë në këto situata. E normalisht që është situatë e vështirë, por që shpresoj që edhe morali të jetë ngritur këtë ndeshje, edhe ndeshjet e tjera kemi rezultate më të mira. Duke qenë se the edhe vetë që pak pritej, tashmë si kapiten si e pe atmosferën, duhet di tani në dhomat e zhveshjes, mendon se ka ardhur ai karikimi i duhur për energji ekstra? Si fillim duhet të falenderoj gjithë tifozët që ishin të pranishëm stadium, duke parë që ekipi është në vend fundit dhe të jenë pranishëm kaq shumë tifozë, kjo është e mrekullueshme dhe duhet t'i falenderoj shumë. Pjesa e dhomave zhveshjes normalisht një entuziazëm i madh, por që duhet jemi me këmbë tokë, se fundja vetëm një ndeshje kemi fituar 3 pikë, jemi në vend fundit akoma dhe duhet ulim kokat me këmbë tokë dhe të vazhdojmë përpara, të marrim çdo ndeshje 1-1 dhe shpresoj të dalim nga kjo situatë sa më shpejt. Gerda, nuk e di nëse keni kohë për pyetje nga studio. Një pyetje doja bëj Lorencit. Sa të dhëmbi ai paragjykim i autogolit që shkaktove në ndeshjen me Partizanin edhe për shkak të historisë tënde që ke me Partizanin? Tregojmë sinqert shumë i Gerda. Duke parë dhe edhe ti e the vetë duke parë që unë kam kalu vite më të mira me Partizanin. Ndodhi ajo që unë kur nuk e doja, por që ky është futbolli, prandaj është i bukur futbolli, nuk mund të parashikosh asgjë. Që kështu mua më rëndoi shumë, por që e kalova edhe me mbështetjen e shokëve të klubit dhe stafit. Tani ikuaj ndeshja, harrojmë.
Vazhdojmë përpara. Patjetër që harrohet dhe ti ke shpërblyer me performancat e ndeshjeve të fundit, jo më kot i theksova që në fillim të intervistës. Lorenz, shumë suksese. Komplimente dhe për golin e ndeshjes kaluar, ishte kandidat për golin më të bukur, por nuk ja dole dot atëherë. Shumë faleminderit. Mirë, përshëndes edhe Kevin Sulën, kolegun ton që ishte me lidhjet e drejt për drejt apo dhe në komentin e kësaj ndeshje dhe kthehemi shumë shpejt tek formacionet nga dy fjali do kemi mundësi të themi, fatkesisht. Jo, atë që thamë për Dinamon, vetëm Loran është ndryshimi nga përbërja, por po them edhe një që manovra ndoshta do të ndryshoj nga ndeshja kundër Vorës për shkak të kundërshtarit që ka përballë. Dhe nuk besoj se Qardaku do jetë ai lojtari që të prish linjat dhe të vendoset në linjat e ndërmjetet kundërshtarit, por do bazohet te pjesa e rotacionit në katërshen e sipërme. Do të mund shty çik më përpara duke qenë edhe lojtar që ka luajtur sulmues apo jo? Qardaku. Është lojtar që ka luajtur sulmues, tani është me Vorën po. Jo, përgjithsisht. Po kjo tani të ndeshjem ndoshta do shty çik më përpara. Edhe ndoshta mund kemi një 4-3-3, mendoj. Gjithsesi shikoj edhe Bregun që është i spostuar në krah sepse këto dy ndeshjet e fundit ka luajtur si 9 fallco, apo jo? Ka luajtur Vile me Guindon. Jo, edhe Vila, kështu ishte. Ndrojnë krah Vila dhe Bregu gjithkohës. Në ndeshje me Ignatian për shembull Bregu ishte tipik 9 fallco, që merr në fazën e defensive merrej me Aleksin. Fillua debatet se s'kemi kohë shkojmë tek Partizani që Këtu duket që mungon Sembene. Po jo vetëm Sembene, edhe Ismaili mungon, edhe Jo, Sembene me që u kthye, edhe po themi bëri një... Edhe u dëmtua prap, doli prap nga, jo dhe siç duket nuk ka rikuperuar për shkak të kohës, është shumë pak. Dhe janë 3 ndërimet në formacion, Bytyçi, Kote dhe Garcia në vend të Bicukës, Kote në vend të Ismailit. Kote duhet jetë një zgjedhje e trajnerit për këtë, për t'i dhënë minuta, sepse Ismaili mund t'i ketë marrë, po mund të jetë lojtari që i ka marrë gjitha ndeshjet të plota deri më tani. Shikoj pavarësisht mungesave, po vjen në ritëm. Është një Partizan që po vjen në ritëm dhe mendoj që pjesën e sulmit e ka goxha të mirë. Edhe këtu shikoj që Kote do të jetë një numër 10 para Dombiade me Metit, që do të bëjnë ato mesushorët para mbrojtjes. Milori? Gjithsesi, shpejt, me atë që kam parë Partizanin dhe Dinamon. Dinamo ka krijuar një profil sulmues, një ekip që ndërton nga poshtë, e sigurt në lojën e saj, ka një identitet, tashmë ka një vit e pak që kur ka ardhur trajneri Daja, ndërsa Partizani, pavarësisht sistemit lojës 4-3-3, nuk e kam parë shumë sulmues. Ka qenë gjithmonë ka pritur dhe mendoj që kjo ndeshje do të zhvillohet edhe sot. Partizani do pres, Dinamo do sulmoj. Okej. Shohim dhe formacionin që kanë përzgjedhur edhe 2 teknikët e tjerë për një tjetër sfidë shumë të bukur midis Tiranës dhe Elbasanit. Roberto Bordin me skemën e tij 4-3-3, Tafas në port, Haxhiu në të majtë mbrojtjes, Zvera në të djathtë, Dembele dhe Valerianos në qendër. Në mesfur Junior, Leshi, Ismaili, Fernandes në të majtë, Beku në të djathtë do të mbështesin Falaje në majtë të sulmit. Ndërkohë që Elbasani, Ivan Gvozdenovic përzgjedh të 11-shë me 4-2-3-1, Janacek në port, Musa në të majtë, Lila në të djathtë, Olbergiz dhe Lulaj në qendër të mbrojtjes, Kasa dhe Manellari në mesfush, Lajthia në të majtë, Diallo në të djathtë, Qose në mbështetje të sulmuesit kryesor Cage. Nga ta fillojmë? Nga Tirana? Po nga Tirana si prisja. Besoj se është e njëjta skuadër edhe këtu. E njëjta skuadër që ishte edhe në ndeshjen e kaluar, besoj që vazhdon Tirana te pjesa e të konsoliduarit, akoma nuk është konsoliduar, pavarësisht se më pëlqen fakti që ju jep vazhdimsi lojtarëve. Pjesa më e madhe lojtarëve ka vazhdimsi dhe këtu kam parasysh edhe Leshin. Këtu mungon ka një Soler. Mungon Soler dhe në lojë është Ismaili. Okej, po them që mund të ketë ndonjë dëmtim, nuk e dim. Edhe mundet, po, patjetër. Por sepse doli në ndërua në mes të ndeshjes dhe mund të jetë. Pjesa tjetër është me një dhe këtu kemi një 4-2-3-1 me Junior para kësaj dyshës. Ngelet pjesa me fort, ngelet pjesa e sulmit të Tiranës. Shkojmë tek Elbasani, 30 sekonda për secilin. Edhe Vera me Haxhiun duhet jetë në krah të kundërt aty te pjesa e... Këtu shikoni në një... Kemi Lajthin që fillon nga minuta e parë. Edhe Elbasani është një skuadër tani më pavarësisht asaj besoj se fitoria fundit i dha atë
pjesën e moralit që u lëkun pak, edhe është një skuadër që e shikoj favorite, është një skuadër që ka ardhur, është atje lartë. Dhe pavarësisht dëmtimeve, edhe këtu po mundohet trajneri t'ja vazhdimësi atyre lojtarëve që kanë dispozicion. Milori? Shiko, do jetë një ndeshje shumë interesante faktikisht, sepse prap kemi dy ekipe që janë diametralisht larg njëra tjetrës. Tirana ka treguar që të ditë sulmoj mirë, po pëson edhe shumë gola. Gjithashtu dhe Elbasani është një ekip që ka ekuilibër, ekip që sulmon, do më thënë janë dy ekipe që do sulmojnë sot, aq më tepër që ndeshja do zhvillohet në një fush relativisht mirë. Milori duhet ta mbyllim, më thonë, më ulurasisht ta mbyllim. Kështu që mbaron kjo pjesë e dytë, do të jemi më një herë pas tyre përballje me trajnerët, por edhe me lojtarët e ndeshjes, por edhe me Klajdi Kolën me raste diskutueshme edhe të ndeshjes midis Flamurtarit dhe Vllaznisë. Shikim të këndshëm.